People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. Përshëndetje shikues të Blu, jemi sërish së bashku në një sezon të dytë, siç e kemi përmendur shumë herë, të çfarë nuk tregojnë femrat. Të tjera modele, të tjera fuqira të brendshme të zonjave dhe zonjushave që kemi të ftuar në podcast, padyshim histori për të dëgjuar me vëmendje, por edhe për të ndarë me ju. Sot kemi një profesion me të cilin do mësojmë nga zonja që kemi të pranishme në studio, por që në fund nuk është vetëm një profesion, por është një mision. Me një marrëdhënie të qetë, në rastet dhe situatat të caktuara, kur duhet jetë fort në marrëdhënie me të tjerët, edhe kur ndoshta vetë është e brisht. Po flasim për një doktoresh, dhe kam të ftuar nderi doktoreshën Antonella Alaj. Përshëndetje, faleminderit që je me mua. Faleminderit që për ftesën. E kisha me merak të kisha një mjeke faktikisht në podcastin Se çfarë nuk tregojnë femrat. Sfidë e madhe mjekësia? Po, është sfidë e madhe mjekësia. Patyshim, sidomos në kohët ku jetojmë sot, gjërat janë bërë akoma më të vështira. Kur kemi filluar profesionin, kanë qenë pak më të lehta. Sot janë miksuar me rrjetet sociale, me një informacion që marrin nga çdo lloj kanali të mundshëm dhe vështirësia është bërë më e madhe, padyshim. Doktoresha, të pëlqen të flas doktoresha apo të flas në personin tuaj? Unë fol Antonella. Si të erdhi kaos apo e qetë ftesa për në podcast? Absolutisht. Padyshim që është një ftesë shumë e këndshme. Nuk është se jam tipi që të flas shumë, nuk më pëlqen të flas shumë, por është shumë e këndshme fakti që s'do flisnim vetëm për mjekësinë, do flisnim pak më gjerë. Do flasim për Antonellën. Kjo është e sigurt, pak, por e sigurt edhe për publikun, sepse publiku do të di për doktoreshën. Do fillojmë në një prezantim tuaj, doktoresh ku dhe në çfarë moment mori Antonella vendimin për të qenë mjeke? Atëherë mjeke jam mjeke laboratori, pra një VKSH zyrtar në laboratorin mikrobiologjik dhe po ashtu drejtoj klinikën mjekësore Biomedical Lab dhe Biomedica Estetik. Edhe një sipërmarrëse? Po, jam sipërmarrëse në të njëjtën kohë. Momenti që kam zgjedhur profesionin e mjekësisë nuk ka qenë një moment kyç. Ka qenë një ëndër që e kam pasur që kur kam qenë fëmijë. Ne kemi qenë si familje të internuar në një zonë këtu afër, në kot të Vlorës, dhe duke qenë se kemi qenë në këto lloj kushtes, ishte e pamundur që ne të bënim, do të thënë, mendimi për mua që unë do bëhesha mjeke kur e reklamoja, ishte një shikoja gjithmonë që të tjerët, qoftë profesorat, qoftë fëmijët e tjerë, ishte, si të them, pak si talë, si mundesh, se nuk ju lidhë njëri që ju të bëni shkollën. Nuk na lejonte në fakt. Sistemi, por në fakt kisha babin tim, që gjithmonë ishte ai që sa herë, sepse ne nuk e dinim se çfarë ishte, ishim fëmijë dhe kishim ato ëndrat, ato dëshirat e fëmijës, dhe kisha gjithmonë babin tim që më thoshte, do bëhesh, të keqen babi, se i përdorte shpesh këtë, do bëhesh se s'bën. Ti do bëhesh atë që do. Suporti kryesor për të vazhduar që ne të studionim, sepse në atë kohë kur të thonin që ti nuk mund të bëhesh asgjë, ishte ajo ishte vetëm si një dëshirë që ti kishe të studioje, sepse ishte jo vetëm si një detyrë, po ishte si e vetmja kënaqësi që kishim. Si kur ishim të vegjël, si kur ishim adoleshent, apo pak më të rritur. Faktikisht, Antonella, unë do ndalesha tek fjala jote. Sa i vështirë ka qenë opinioni në atë kohë? Ka qenë shumë i vështirë. Si e ke mundur? Atëherë, nuk e kam mundur në atë kohë, në fakt kam mundur më vonë, se kam kuptuar që ato trauma, se në fakt për një fëmijë janë trauma, nuk janë shumë të lehta, lën pasoja në jetën tënde,
më vonë duhet të punosh me veten, duhet ta kuptosh se kush ka qenë momenti, por duke qenë se unë për shumë e kam pas më të lehtë, duke qenë se profesionin që zgjodha mjekësin dhe duke qenë se më ka pëlqyer gjithmonë psikologjia. Janë të kuptoj, janë të lidhura, shumë të lidhura. E psikologjit? Patjetër. Po, nuk është vetëm të psikologjisësh pacientin tënd. Është pak më shumë që ti të arrish të punosh me veten, domethënë. Sepse pacienti ka nevojat e tij, vjen aty sepse është i smur, por a je ti gati që njësoj çdo ditë ky është misioni, kjo është sfida. A je ti gati çdo ditë të jesh i aftë që ta bësh, që të jesh aty, pavarësisht asaj që ndjen ajo që edhe ti e the më përpara, domethënë. Me pak fjalë, mund ta mendojmë mjekësinë patjetër që është profesionalizëm, sepse jo kushdo mund ta bëjë dhe është i aftë, por në të njëjtën kohë mund të themi është edhe ndjenjë empatie. Atëherë, për mendimin tim janë si ato profesionalizmi është gjë kryesore. Në rast të parë, unë vlerësoj profesionalizmin si një pikë kyçe, por si ato zerot, që duhet të kesh shumë zero, po një është empatia që do ta bësh të parën, pastaj zero, dhe nëse je profesionist i mirë, po ti nuk merr një anamnezë saktë, se në fakt nuk të intereson kush është përballë, ti fokusohesh vetëm te simptomat, jo tek ai që është personi përballë, ti dështon në punën tënde. Ka pas shumë raste, për shembull, që kemi parë raste që kanë dështuar jo vetëm se ishin mjek të Zot, por sepse për shembull, ta them më thjesht që dhe ta kuptoj. Për shembull, nuk e kanë pyetur në kontekstin e anamnezës së jetës, nuk e kanë pyetur në çfarë konteksti po jeton ky personi sot. Sepse ndoshta nuk janë simptoma, ndoshta është një reagim i organizmit kundrejt asaj që po ndodh. Aty gabon. Aty mund të japësh ilaçe një personi që ndoshta ka nevojë për terapi psikologjike. Kështu që unë kështu e mendoj që pa qenë njeri, pa qenë një person që e shikon tjetrin si person, jo si thjesht një diagnozë, nuk e bën dot mirë. Nuk e bën dot mirë. E bukur kjo, doktoresha, dhe një mesazh të bukur ndërkohë që bashkëbisedojmë së bashku. Më duhet, deri diku jam e detyruar që të kthem dhe pak burokratike në procedurat apo në sistemin. Ka gjëra për të përmirësuar sot në shëndetësi? Ka shumë gjëra për të përmirësuar në shëndetësi. Çfarë do bën Antonela në një pozicion më të fuqishëm të themi se... Atëherë, ajo që besoj unë që është themeli që sot është minuar në fakt, është besimi i raportit mjek-pacient. Unë e shikoj sot një raport mjek-pacient shumë problematik. Pacientët nuk kanë besim te mjeku, më së shumti po flasim në përgjithësi, e kupton? Dhe mjeku po ashtu është i lodhur, i shikoj të lodhur, shikoj të kolegët e mi dhe në biseda private, jo vetëm atë që të shfaqin në atë, janë të lodhur, janë të stresuar, janë të pa motivuar, janë të nuk u jepet ajo që ata bëjnë në të vërtetë. Ka njerëz që shpëtojnë me të vërtetë jetë njerëzish. Sa është vlerësimi për ata? Është i pa fund. Dhe hidhen poshtë për një gjë shumë të vogël që, gjëja e parë për të rregulluar është një strategji për të rregulluar besimin mjek-pacient. Sistemi shëndetësor sot është në kaos. Dhe në një moment që është në kaosi është që nuk ka rregulla shumë të mira, shumë të bukura, shumë të përcaktuara, shumë sakt. Bëhet sikur paguhet, në të vërtetë në fakt edhe është pa lek sistemi shëndetësor, ndërkohë që paguhet, e dim gjithë që paguajnë, pacientët paguajnë, pse të themi që nuk është. Dhe me keq qarë se paguajnë ata që s'duhet të paguajnë, sepse një person që punon,
që ka një rrogë, duhet paguaj sigurisht shëndetësore, qoftë edhe shumë se sa një person që është i paaft për të paguar, një pensionist, një gruashtatzan, një 01 vjeç, janë ca kategori personash që në të vërtetë ata duhet ta kenë me të vërtetë falas, ndërkohë nuk e kanë falas. Të ka ndodhur doktoresha të vinë raste dhe të ankohen ose deri diku edhe të shtrin dorën, ta themi kështu në gjuhën tonë. Po patjetër. Kemi nevojë për ty ose nuk ja dalim dot. Tek e fundit ne dim standardin ekonomik që kemi. Po, patjetër. Patjetër. Edhe fakti që un kam dhe klinik private patjetër që më ka ndodhur. Por nuk zgjidhet, nuk është një problem që zgjidhet nuk ta zgjidh një person apo dikush që do të bëj. Dhe e dyta që do rregulloja se e ndërprem dhe nuk e çuam aty tek ajo. E para njëherë është një strategji e mirëfillt që nis në raportin mjek-pacient, por që shkon në kontekstin ekonomik, që do me thënë që duhet rregulluar problemi se si duhet paguajnë, kush nuk duhet paguajnë rreth parë, sepse kjo është... Pra me target, tamam siç është për shumë në Itali, sistemi italian, për shumë është një sistem shumë i mirë, sa që dhe ne shkojme dhe... Mund të atashojt një sistemi këtu doktoresha edhe këtu në Shqipëri? Po patjetër që mund të atashojt, se mu sistemi italian, sepse jemi shumë afër edhe si mentalitet. Dhe dyta, që e kam shumë për zemër që ta them, është që është një sistem i automatizuar i menaxhimit të brendshëm. Do të thënë, menaxhimi i brendshëm shëndetësor duhet të kryhet në një sistem të gjithë Shqipërisë, jo vetëm sistemet të ndarë. Tani ka filluar, ka disa vite që është vënë sistemi tek mjeku familjes, është vënë në spital, tek ne për shembull në laborator kemi 2 sistemi dhe epidemiologjia dhe diçka tjetër, po nuk është se ka një sistem që është i integruar i gjithë dhe sidomos nëpër spitale për shembull, nuk ka një sistem që të lidh çdo hallk që nga kur themi prenotimi dhe deri tek magazina, do thuash ti flet për magazinën, po është shumë e rëndësishme, sepse ka lidhje të drejtë për drejtë me planifikimin. Do të thënë, nëse un kam një funksion të plot të spitalit, të gjithin të automatizuar, e bardha me mbi të zezë, në radhë të parë evitoj korrupsionin, evitoj që ti të thua që unë dua të blej këtë apo të blej atë, apo dikush të bëj kërkesa që nuk i di në të vërtetë nëse janë të qëndësishme, kërkesat që dhe lekët harxohen aty ku nuk duhet harxohen. Në fakt, duhet hedhur me racionalizëm aty ku duhet. Dhe vetëm një sistemi i automatizuar, në botë ka shumë sisteme të tillë. Unë kam qenë në trajnime i Universitetin e Pizës dhe ata kishin çdo gjë online, edhe kartelat dhe shkarkimet dhe si pasoj vinin dhe kërkesat, futej magazina dhe t'ilin të gjitha problematikat. Me të drejtë faktikisht më përmendet edhe mjekun e familjes. Pse nuk përshtatemi neve, ose pse nuk e respektojmë hierarkinë? Të shkojmë te mjeku i familjes, pastaj ndoshta sepse kemi shumë kollaj. E kemi shumë të lehtë të vemi të gjejmë specialistin. Është qasje, është mundësi e qytetarit kjo apo? Po, është qasje. Ne kemi shumë të lehtë. Në qoftë se dikush edhe kur s'ka rekomandime, ka shumë të lehtë të shkojë te mjeku i poliklinikës, mjafton t'i ngri pak zërin ose të tregoj një pak prepotencë apo të qenë vlonjat, po, dhe jo vetëm, mund ta marr këtë shërbim. E merr shumë shpejt të shërbim, pa edhe kur nuk e meriton, do të thonë se nuk duhet, sepse mjeku duhet të racionalizojë dhe kohën, dhe mjeku specialist nuk mundet. Dhe më duket sikur kështu ka, ata shkojnë tek mjeku më shpejt e specialisti, mjeku i familjes duket sikur nga mungesa e punës nuk angazhohet që të punojë dhe të bëjë diagnozën më mirë. Duhet shtuar diagnostika patjetër në qendra shëndetësore që ai të mund të ketë një gamë më të gjerë. Do shkoj aty, po domethënë të bëj disa lloj procesesh. Jo vetëm keni zë ju ku t'ju dëgjohet pikërisht të sugjerime, këto vëndje për ndërhyrje, eksperjenca juaj, sepse nuk është pak, flasim për vite, për pikërisht. Nuk kemi zë. Nuk kemi zë. Por ndoshta duhet një mënyrë për ta gjetur, ta bëj pyetjen veçanërisht, duke qenë femër.
Në fundit fokusi ynë të qenit modeli juaj si model force, zëri të brendshëm, por për të treguar edhe sukseset që keni absolutisht. Po pse mungon ky zëri? Nuk bëhemi të gjitha bashkë, ne? Nuk bëhen. Është kjo lufta e heshtur mes. Jo, nuk mendoj se është luftë e heshtur, nuk e shikoj si luftë e heshtur, thjesht që nuk bëhem, se cili merret me angazhimet e veta. Njerëzit sot janë bërë shumë individual, janë ndoshta të lodhur nga angazhimet e veta, edhe nuk... Në fakt, është për të ardhur keq ndonjëherë që shikon që ka humbur modeli i asaj fjalës dhe i revoltës qytetare, po ta shikosh në përgjithësi. Njerëzit sikur kanë frikë të flasin, ndoshta është mënyra se si është organizuar, po. Ndoshta nuk kemi pse të gjithë kanë atë forcën për të reaguar, ndoshta. Por që unë them që sikur Doktoresha nuk i mungon të dashurmisht, paktën në çfarë shikoj unë kështu drejt për drejt, por dhe ju me mua nuk i mungon doktoreshës. Por më duket se ju mërzita dhe juve, sepse vetëm bisedën e përshëndrova të profesioni, por për ta njohur edhe më tepër. Po kush është Antonella për te përparëse së bardhë? Tani, të filloj të them unë? Dalim pak se jeni kurioz. Okej, tani të filloj të flasë për vete, unë sigur s'ka lezet, unë kështu, unë ashtu. Kemi nevojë të një. Nuk më duket se duhet të flasë shumë. Mund të them që... Karakteri fort apo i butë? Unë jam e kulibruar, nuk jam e fort dhe butë, po. Lënjate, me origjinë gjysmë Dibrane, se mamin e kam Dibrane. Që nga miksimi mirë. Kështu që nuk është të them ndonjë gjë kush e di për vete, jam një person që them si të gjithë, nuk kam ndonjë gjë. E vullnetshme apo me disiplinë është Antonella në jetën e përditshme? Me disiplinë. Dhe jam njëri që jam shumë pozitive, shikoj çdo gjë nga gjysma plot, jo nga gjysma bosh, optimiste. Po bën pyes edhe padyshim se s'ka se si tjetë ndryshe që çfarë shenje jeni në zodiak? Gjoresha. Çfarë date doktoresha? 14. 14, janë 2 virgjëresha në studio të dashurish. Po ti? Që dashur pa dashur disiplinën e kanë të tyre. Tot puna. Po unë kam zgjedhur të bëj profesorin e duar, mjeke analizash. Është një nga profesionet, është e vërtetë. Ti nuk e di pse ke zgjedhur gazetarinë të komunikimit. Doktoresha, kush është ajo vlera që Antonella nuk negocion? Në jetë, në punë, në marrëdhënie personale, në jetë. Ajo që nuk negocioj asnjëherë është mos mirënjohja. Pse? E ke provuar shpesh? Po, e kam provuar, njerëzit shpesh herë e bëjnë, këtu e bëjnë shumë shpesh, por unë kam zgjedhur që të mos ta bëj. Dhe nuk e negocioj. Unë e falë. E falë sepse e shikon të nevojshme për paqen tënde, apo i jep një mundësi të dytë, ndoshta jo për një shans të dytë? Jo, e falë sepse njerëzit, kam arritur në përfundimin që njerëzit kështu janë. Kështu janë, me defekte, me probleme, njerë janë, dikush është më shumë, dikush është më pak, dhe do t'i marrësh ashtu si që janë. Po flasë për qoftë edhe në familje, qoftë edhe në shoqëri, qoftë edhe jo për njerëzit të huaj, po flasë për njerëzit me cilën ke marrëdhënie më të afërta. Njerëzit kështu janë. Ka ndodhur që Antonellën të falin? Bën gabime Antonella? Unë patjetër që bëj gabime, po unë si që the ti, si virgjëresh jam, i mendoj 100 herë gjërat para se t'i bëj. Patjetër. Është pak e vështirë se i mendoj shumë gjatë gjërat para se t'i bëj, por patjetër që gaboj, si të gjithë. Ka pasur të momente që mund t'jesh e lodhur emocionalisht? Ka pasur momente që nuk je e lodhur emocionalisht, mund të ishte pyetja. Sepse ka shumë kanë qenë këto momente, pasi unë kam zgjedhur ta bëje vetme, rritjen e fëmijëve të mi, shkollimin, edukimin, kam pasur për krajën e prindërve të mi, të babit, të mamit, po babin se nga qënë. Gocë e babit. Është për sintezën që gocat janë të babit. Po dhe të mamit, por e kam pasur edhe në fakt si shok. Në rrugtimin tim, dhe me thënë, i merja mendim ati, kërkoja
vetëm nga ai kërkoja, domethënë zgjidhje, opinione. Është cënuar marrëdhënia juaj duke qenë se Antonella është rritur? Jo. Është po e njëjta? Jo, marrëdhënia është përmirësuar. Deri në një farë pike, sepse Imnat nuk jeton më dhe tani nuk është se mund të... Por kujtimet janë të bukura, janë të forta, e për më tepër modeli dhe... Nuk është cënuar se ka qenë gjithmonë ai që ka falur. Në të vërtet, po shumë. Ka qenë pika e kthesës së jetës time, kur ai në momenti i ndarjes nga jeta me babain tim. Si e përjeton dhimbjen? Atëherë, dhimbja është forca ime. Nuk e perceptoj dhimbjen, e perceptoj si pjesë të jetës. Njeriu është mirë t'i përjetoj të gjitha emocionet. Dhe nuk është e keqe dhimbja, nuk është një gjë që njeriu duhet të jetë gjithmonë i lumtur, është absurditet. Vles. Në qoftë se është një nga gjërat që është më e bukur kjo luhatjet e njëherë i lumtur, njëherë pak, sepse kemi një diagnozë në mjekësi që është diagnoza e skizofrenisë. Aty humori dhe emocionet dhe çdo gjë janë pjatë. Domethënë, ti jesh pa humor, pa emocione, pa dhimbje, pa gëzim, pa asnjë gjë, është diagnozë mjekësore. Kështu që është një gjë shumë e bukur që të përjetosh të gjitha llojet e emocioneve. Unë dhimbjen personalisht jam mësuar ta duroj. Gjëresh? Ta duroj. Me këtë e përmbledhim. E përmbledhim dhe justifikoj. Dhe ta elaboroj, ta shpërndaj, domethënë, ta shpërndaj në çdo si tamam ta shpërndaj, ta thyej. Dhimbja, Antonella? Atëre, mua më ndryshoj deri në një farë... e përmende, po ka dhimbje që të transformojnë. Dhimbjet në përgjithësi mua më kanë transformuar. Nuk më kanë... Nuk e di nëse më kanë përmirësuar apo jo. Ka qenë një periudhë që në fakt nuk më kanë përmirësuar, sepse më bën pak më të vrazhd, pak më të ashpër në një periudhë të jetës, por duke jetuar më shumë e veten time, duke u mbyllur më shumë, duke menduar dhe duke procesuar atë që unë jetoj çdo ditë dhimbjen, gëzimin, jam përpjekur ta procesoj për të përmirësuar. Dhe më ka riformatuar, dhimbja më ka riformatuar. Domethënë, unë nuk e di se si mund të jetë një njeri që nuk ka kaluar asnjë lloj zhgënjimi, deluzioni, dhimbje. Më duket sikur nuk rritet dot emocionalisht njeriu nëse nuk i përjeton këto. E beson kur ta thon që nuk i kemi kaluar kaq të mëdha këto zhgënjimet ose kemi ke zhgënjime të vogla ose e beson kur i dëgjon që ka njerëz që ka zhgënjime më të vogla, por është vështirë për ka njerëz në fakt që kanë mendon vërtet, e beson realisht, ka njerëz që kanë kaluar vështirësi më të pakta, e kanë pas jetën pak më të lehtë, e besoj, por kam vëre që po besoj te fati. Por kam vëre që ka njerëz më së shumti që janë më pak të ndjeshëm për të perceptuar dhimbjen, gëzimin. Ndoshta ka njerëz më shumë të ndjeshëm që pak i egzagjerojnë, ndoshta. Po, mendoj. Ndodh. Por që nuk është duke u njohur së bashku këtu, por edhe publiku dita perceptoj fuqinë nga ekrani, mendoj që kurioztare më bën të di fakti që kur more kohë për veten. Tani po marr kohë për veten në këtë periudhë. Më janë rritur kalamajt, më janë rritur fëmijë të dy. Djali është martuar, vajza do martohet pas një viti. Mami është mirë fizikisht, puna është mirë, okay, është e qetë, nuk është se kam ndonjë. Po ai qetë unë s'jam asnjëherë, se jam gjithmonë në kërkim të një modeli të ri inovativ për punën, apo të një bashkëpunimi, apo të një të një projekt. Po, projekti, nuk jam njeriu që ndaloj aty se më kënaqem me atë që kam arritur. Ke kohë për dashurinë në këto momente? Je hapur? Kam kohë, por nuk dua. Nga ato përgjigje që Viola mos më gasmo më deri këtu. Jo, nuk ka asnjë gjë, nuk është se ka për të
Do flasim padyshim edhe në lidhje me perceptimin ose Jo se nuk e them, po është e vërtet. Je transparente, Po jo se s'ka ndonjë gjë për mos thënë, po që nuk. Beson te dashuria Antonella? Patjetër. Është gjë më e bukur që njeriu është si motori që vën në lëvizje shpirtin. Nuk ka asnjë shpirt që të mund të lëviz pa dashuri. Por ka ca dashuri që ta mbushin zemrën plot. Unë kam tani së fundmi kam një mbes të vogël. Është ndryshe dashuri e tillë? Jo, nuk është ndryshe në fakt. Jo, nuk është e vërtet. Ai shpritoi unë të paktën. Mua më duket sikur jo më shumë se fëmijët e mi. Më duket sikur është njësoj sa fëmijët e mi. Aq dashuri është e njëjta peshore, e njëjta balancë. Dhe është dashuri e pafundme. Djali apo goca? Kush ka marrë nga Antonella? Djali më shumë. E ke në çështje karakteriale apo edhe në çështje tiparesh? Në të dyja. Vajza është pak më e ftohtë se mua. Është e prerë si Antonella 20 vjeçe, por është më e ftohtë emocionalisht. Djali është pak më emotiv, më emocional si mua. Të paktën në perceptimin tim. E ka trashëguar dikush nga të dy profesionin tënd? Po, djali është bërë dentist. Super, do të thënë është afër profesionit të mamit. Mbesën sa vjeç e keni? 1 vjeç e gjysmë. E do gjyshen në çdo kohë, po në këtë atmosferë festive e do? Do gjithmonë, do ju. E ke menduar dhuratë që të bësh për vitrin? Po, ndonjë gjë që të ketë drita që ta tresh, nuk e di. Ne me Antonellën do të kthehemi vetëm pas pak. Do flasim pak privatisht bashk. Juve do ju lëm pak të lirë për të larguar nga ekrani Blu Televizion dhe vetëm pas pak, pas një hapësire publicitare. Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryezë një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejtë dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Jemi sërish së bashku. Pas një shkëputje tepër të shkurtër publicitare, jemi me doktoreshën Antonella Agaj, jemi për të folur dhe për të njohur më tej. Si janë marrëdhëniet me suksesin dhe dështimin? Kur arrin fitoren, fitoria është vetëm e Antonellës, por kur nuk e arrin fitoren është e Antonellës dhe të tjerëve, si janë marrëdhëniet? Atëre, suksesi dhe dështimi janë bashkë, nuk janë asnjëherë të ndara, se mund të kesh sukses në një anë, po mund të kesh dështuar diku tjetër. Nuk ka një njeri që është absolutisht i suksesshëm dhe një njeri absolutisht i dështuar. Janë të gjitha gjërat që ndërthuren. Por unë nuk e shikoj dështimin si një proces që të humbet. E shikoj dështimin si një proces që ndoshta duhet të mësosh ta bësh më mirë. Se bëre mirë këtë herë, mëso diçka tjetër, mëso nga kjo që ndodhi, dhe ajo që është më e rëndësishme gjatë kësaj që kam jetuar, ka qenë fakti që jam përpjekur të mos të humb veten. Jo të mos dështoj në këtë pikë, jo të mos humbas ose të kem sukses në këtë pikë. Fakti që mund të zgjohesha një mëngjes edhe të thoja që kush jam unë, kjo ka qenë frika ime më e madhe, që më ka shoqëruar për shumë gjatë, që kur kam qenë shumë e re. Nuk kam pasur frikra të tjera,
përveç se frikrave që janë, ato më komunet që kanë të gjithë njerëzit që humbja njerëzit të dashur, apo gjëra fatkeqësira të ndryshme. Nuk po flasim për këto gjëra, sepse këto besoj janë shumë komune për të gjithë njerëzit. Të ka ndodhur të duhet të ringrihesh shumë herë? Më ka ndodhur disa herë të duhet të ringrihem. Ku e ke gjetur Vles njerë kam ndryshuar dhe profesion, kam qenë mjek e psikiatra dhe mundesh të bëhesh mjek e laboratori, sepse ashtu e gjykova se ishte më e duhura për mua. Dhe forcën në fakt e kam gjetur tek familja ime, tek fëmijët e mi, por edhe tek vetja, sepse jam një njeri që nuk dorëzohem. Normalisht i mendoj gjërat para se sa t'i bëj, por të dorëzohem nuk është opsion. Nuk ka qenë ndonjëherë, nuk ka qenë ndonjëherë. Ne folëm faktikisht edhe pak më parë për faljen, për marrëdhëniet me të tjerët lidhur me faljen. Të është dashur të falësh veten për një gabim që ndoshta ke dëshirën ta përmendim dhe ta ndajmë, ndoshta nuk e, është absolutisht zgjedhja jote, por që të është dashur të falësh veten për këtë gabimin e madh që më është dashur të fal veten për një gabim. Por ky ka qenë një gabim që e kam bërë sepse kam besuar tek njerëzit, u kam dhënë shumë në përgjithësi si karakter, si tip, u kam bërë më shumë, kam mbajtur mbi supe më shumë, por kam kuptuar se profesionalizmi dhe korrektësia nuk janë ato që të ndihmojnë, por s'janë mjaftueshëm. Duhet të vësh kufi që të jenë mjaftueshëm. Nuk ka nevojë të jesh shumë e disiplinuar dhe shumë, mjafton të ulesh, të mendosh, të heshësh, të jesh pak më e zgjuar në zgjedhjet që bën dhe në punën që bën. Në profesionin tim shumë shpesh, më përpara i bëja gjërat vetë për shembull, përpiqesha që çdo gjë aty ta bëja vetë i det, por tani për shembull kam mësuar të delegoj, të mësoj të tjerët se si ta bëjmë punën, si ta bëjmë profesionin, të gabojnë ata, të shikoj dhe të korrigjohen dhe të krijoj një ekip. Kudo ku jam unë ka një ekip. Edhe në familje jemi si ekip. Jemi shumë vetë bashkë që... Pse kjo filozofi? Pse kjo zgjedhja? Sepse më jep kënaqësi. Është më funksionale dhe më jep më shumë kënaqësi që të jemi apo disa. Apo që të qeni të bashkë. Dhe lodhesh më pak. Jemi më të duke qenë se ke për detyrë që dhe atyre që punojnë me ty, për shembull po flas për vajzat e laboratorit, ata që punojnë me mua, kam përgjegjësi që dhe t'ua transmetoj atë që unë di procedurat, mësimet, çdo gjë. Por edhe në jetë ndoshta fëmijëve, ndoshta ndonjëherë dhe shoqërisë, apo është shumë e bukur që të krijosh një grup pune, sepse e para lehtësohesh për vete nga puna. Edhe dyta merr dhe ide të tjera inovative, se mos në punë, merr shumë ide sepse nëse unë kam një bagazh të caktuar dhe më duket sikur gjithmonë vetëm jam unë që di, nuk është kështu në fakt. Të tjerët mund të jenë më pak profesionistë se ty, por mund të kenë iniciativa shumë herë më të mira, të kenë ide inovative, edhe mund të kenë shumë gjëra të bukura që mund të japin. Merr për të mirëqenë të tjerët apo të tjerët absolutisht me momente, me situata, me rrethana, sepse jemi pasojë e rrethanave. Apo i merr ti të mirëqenë të tjerët. Të ka ndodhur ky relacioni? Po patjetër që më ka ndodhur si të gjithë që kush funksionon më tepër, ti të tjerët apo të tjerët? Atëherë, unë raportet i nis me besim dhe me pozitivitet. Nuk i nis jo të shëndetshme, nuk ekziston. Në qoftë se e kuptoj që nuk janë raporte të shëndetshme, nuk zgjas as marrëdhënie profesionale, nuk zgjas as në punë, as në biznes, as në jetën time, nuk zgjas marrëdhënie të cilat më minojnë mirëqenien time apo minojnë mirëqenien e njerëzve me të cilat jam. Kështu që zgjat shumë pak kjo lloj situate. E largon energji negative?
Pa e zjatur. Po, e largoj. Sot, flasim për Antonellën sot. Në qoftë se deri dje, ndoshta ke qenë moderuar në të larguar këtë energji negative, sot si reagoj? Si reagon? Sot hesht njerë dhe largohet. Ta kuptoj? Apo ta ke interpretoj? Ndoshta, kur largohem, e kuptoj. Kur largohen, e kuptoj. Është e pavitueshme. Të rikthehen shpesh? Çfarë? Shoqëri, miqësi, familjar, ndjesi, të gjitha këto bashkë. Ka rikthime? Patjetër që ka. Sepse në asnjë gjë nuk është marrë bardhë zi. Sigurisht, unë jam njëri besimtar dhe në qoftë se nuk e di nëse ti je. Edhe unë besoj. Beson? Apo nuk jam ritualiste. Lexon? Asu nuk jam ritualiste. Por besoj fort. Edhe në rast se do të më duhet ta fal 10 herë një person, qoftë edhe për gjërat e ngjashme mund ta fal, po të më kërkoj falje. Çfarë pyetje do më bëj mua tani? Jo, tani më iku, më harrova. Nuk ishte një gjë kështu. Më pëlqen spontaniteti. Po ndihesh rehat në këtë ftesën tonë, në këtë ndarjen e emocioneve dhe ndjesive? Po, është pak e sikletshme se nuk jam fare në situatën që unë jam. Këtu në këtë koloritet. Kuqja është preferuara ime. Është simbolizon dashurinë, energjinë, pasionin. Nuk e di çfarë simbolizon të gjitha, por më pëlqen e kuqja, saqë vajza më ironizon gjithmonë e kuqja, që pëlqen ty. Nuk më le të vesh asnjë fustan të kuq për shembull. Po tek aromat, tek parfumet, je tek ndjesitë e forta apo tek ato neutrale, domethënë të tuat që të përshkruajnë? Jam vetëm të një. Nuk e ndryshoj, kush është preferenca? Ka 10 vjet, është Chanel. Është Chanel. Nuk e ndryshoj. Nuk më pëlqen që ti ndryshoj parfumet. Unë do rikthesha se bungati. Po, sepse pash tek ato kufit. Po, tek kufit. Po, më thuaj. Pse ke kufi? Apo nuk ke të t'ju? Pse kam mësuar të vendos kufi. Unë kam mësuar të vendos kufi. Sepse besoj se vendosja e kufive u tregon njerëzve... Të mbron më shumë? U tregon njerëzve vlerat e tua. Nuk lejon në asnjë njeri që të shkelin, të të kalojnë. Po, patjetër që është një mburoj. Është mburoj, në fakt, është mburoj. Dhe në çdo gjë ka kufi. Edhe gota ka kufi. Edhe çdo gjë që shikojmë, çdo gjë që prekim, ne pse s'duhet të kemi kufi. Të qartë, padyshim të ndershëm, por të qartë. Më përmendet edhe që besoni, apo jo? Po. A ka pasur një moment që ja ke besuar edhe veten tënde një fuqi të mbi natyrshme? Nuk po vëmemër. Nuk është se mund t'ja besoj veten time një fuqi të mbi natyrshme, kështu si e thua ti duket si kur jemi në një prallë, në një vend që ja, nuk është kështu. Besimi është pak më shumë. Jo, nuk besoj te prallat. Unë besoj tek fakti që patjetër që ekziston një Zot dhe unë jam e krishter. Jam besimtare kthyer. Nuk kam qenë e krishter, nga familja ime janë musliman, kam besuar vetë. Dhe jam kthyer vetë, sepse kam lexuar Biblën, kam medituar për këtë fakt. Që gjet përgjigje të pyetjeve esenciale të jetës. Është e vërtetë Antonella? Për mua po. Për mua ka qenë e vërtetë. Gjetje shumë pyetje, se mos në moshë të re. Sepse duke u rritur njeriu fillon edhe i analizon edhe fjalët, Eksistencializëm atje tek ai libri i Biblës? Si mendon, si ndan? Unë dua vetëm një logjik tuaj, një analizë të themi. Po tani nuk jam këtu për të analizuar Biblën. Patjetër. Kalojmë tek kjo besimi që ke tek Zoti, tek feja. Pse u ktheve? Pse ndjeve këtë nevojën për të qenë krishter? Sepse ka një gjë që më ka pëlqyer gjithmonë, më ka tërhequr tek feja e krishterë, dhe që është falja. E kam shumë të rëndësishme falja. Njeriu do të falë, njeriu sepse nuk është perfekt, dhe ti duhet të falësh.
është e pamundur bashkëjetesa pa faljen. Kjo ka qenë baza e asaj që unë kam besuar dhe prandaj dhe jam shtyrë për ta lexuar dhe për ta kuptuar dhe më ka pëlqyer. E kam ndjekur. Për ta qasur tek Antonella. Çfarë të jep në ditët e tua më të lodhshme, në ditët e tua më të ngarkuara emocionalisht, në ditët e tua ndoshta dhe më energjike, sepse dhe aty ka paqe. Atëre paqe është pak e vështirë që njeriu të ketë një paqe të mirë fillt. Paqe, thua, kam paqe. S'ka paqe. Vetëm kur të vdesim do ketë paqe. Por që më jep, do të thënë, një mënyrë për të hequr stresin është aktiviteti fizik, është palestra për shembull. Bëj aktivitet fizik në ditët kur jam shumë të ngarkuar dhe mbyllem, qetësohem, fik çdo gjë, heq telefon, çdo gjë, në ditët që stresi është akoma më i madh se kaq. Më duhet pak kohë për ta rimarr veten, sepse jam duke procesuar të gjitha ato që më kanë ndodhur me veten time derisa të i absorboj edhe të rikthehem me ide të reja. Më fuqishme jo, por pak më mirë se sa mund të isha. Çfarë i dëshiron vetes për 2026? Atëherë 2026 ti jem kështu siç jam. Jam shumë e lumtur kështu siç jam, familjen e kam shumë të lumtur, i kam shumë mirë, puna po ashtu, asnjë gjë më shumë se çfarë kam. Se çfarë jemi. Shëndet, padyshim, shëndet. Për gjithë familjarët e mi, kjo është kryesorja. Ne ta dëshirojmë dhe ta urojmë me zemër, edhe në tim kemi të gjithë që na ndjekin. Para se unë të përshëndes dhe të rifalenderoj përsëri që të kisha pjesë të kësaj puntate sot, që ndam këto ndjesirat bashk, të falenderoj mbi të gjitha dhe për transparencën, sepse ishte transparente biseda jonë, ishte origjinale dhe e ke një vlerësim për këtë takimin sot? Është ndryshe nga takimet e tua, qoftë edhe të përditshme? Po, shumë i vërtet. Më pëlqen se është i vërtet. Je shumë spontane, je shumë i vërtet, kërkon disa pyetje që nuk, në fakt, nuk po i shikojmë në për uroj të shtojmë. Në qoftë se të pëlqente një nga këto pyetjet e mia, do ta shmangje? Do më bëje të kuptoja drejt për drejt që nuk është për ty. Do të them, këtu jo se këtu në kamera. Këtu jo, do të thosha jo. Këtu nuk të them. Shumë që ishe me mua, me publikun e Plus, edhe të dëshiroj më të mirat patjetër. Faleminderit. Shikues të Blu, kjo ishte një nga takimet me doktoreshën Antonella, me të cilën ndam figurën e saj aq të fortë, të brisht, emocionale. Në të tjera takimet të tilla do të jemi në vazhdim. Ju përshëndes.